Mi mbroma gjithve, jam Oleander Vishi, nga mjedisore, edhe sot me dëshirë do doja shumë fisja për lumin Shkumbin, për lumin Erzen, për Ishmin, për lumin Tiran, zeza të kuza, por e di që tu ne gjithë jemi për vetëm lumen, tu jemi për mënyrën si po qeverisës Shqipëria. Shumë nga ju më pyesin, ore, se kërkoni ka shumë me ngulli këmbë për shfuqizimin e ligjit 21-24, apo se po kërkoni moratorium në zonat e mbrojtura. Edhe të ca ne flasim, 21% e teritorit është në rrezik, sepse në fund një hotel mund ta prishësh, një resort mund ta prishësh, por kur vjen puna te një lagun, nuk e kthen dot më. Kur vjen puna te pylli, nuk e kthen dot më. Kur vjen puna te natyra, nuk e kthen dot më. Prandaj, anulloj atysh! Anulloni ata ligje që e dim shumë mirë që nuk janë bërë për popullin shqiptar, janë bërë për i pakit njerëzish, dërsa kosto e paguajnë gjithë ne, edhe ata na e shesin për zhvillim. Po ku vjen puna dhe zhvillimi, një pyetje kam për ta. Qa vizioni keni për Shqipërinë? Keni vizionin e qenur shpërtorë tek investitorët? Po ku vjen puna te populli shqiptar, te ata njerëz që ngjitin majë në botë, jeni ju të parë që tundi taburin e Kanarisë. Po jemi i njëjti popull, jemi po njëjti problem, po njëjti punë, po njëjti dëshirë për kontribuar të bërë. Nësa ju në doni kohë ullur në vendin tonë, prandaj, ne nuk na mungon asë njëra nga ta që sabotash, ne na mungon një qeveri që punon për popullin e ti. Shqipëria e re!